E ky sebepi na bën pastaj gjithë vënë më u friksu. Se kena mundësi na me konë, ndoshta një ditë për ditëve nga ata që themi se Kurani është prallë atë. Allahu thotë kella. Asesi mos mendo se mohimi i tyre është për shkak të ngjyrës që e kanë, ose mohimi i tyre është për shkak të racës që e kanë, ose mohimi i tyre është për shkak të gjuhës që e flasin. Këta janë shkije, këta çështu flasin këta. Jo, Allah po nuk ka për shkak se janë shkije këta. Po çka atëre? Çka sebebi që këta po përfitojnë nga kërstimet kuranore, po e momentin e gjykimit, çka sebebi? Kella. Çka sebebi? Bel rana ala qulubi ma kanu yaksibun. Gjunahet e vazhdueshme e kanë mbulu zemrën. Ran, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhanbun ba'da dhanb. Gjunah pas gjunahi, një mëkat, një mbështjellës, një mëkat, një mbështjellës, një mëkat, një mbështjellës, një mëkat, një mbështjellës, derisa është formu një cip e quajtur ran. Një cip e quajtur ran. Ran, apo Allah kella bel rana. Është hudhur mbi ta një cip. Gjunah pas gjunahi, e cila pastaj e ka bërë zemër të pandishme, të pandjina. Vije ajeti, s'len shaj, normalisht nuk mundet me vlonë. Ti tash këtu në qëse prek. Apo, si është, kur gjës një? Me qëtë këtë varë me prek, drejt në varë. A dallon prekje? O, dallon shumë. Apo, dallon shumë, e të pasat me së më prek varë. Ose me vendos krip në shuplak këtu, a ndin dhe qka, kur gjës, si është. Me qëtë varën, me qëtë krip në varë, a ndin, o, dallon shumë. Pse? Veç një cipë e hodhët kurës është largu dhe automatikisht ndjenat kanë rrua. Apo veç një cipë e kurës është largu, automatikisht ndjenat kanë rru. Nga dhe qka që nuk po ndin kurgjë, ta është një dhimbje madhe për të rokë në kry. Keme lkurën e dorës. Qëfar të meneme për cipa që kanë përfshi zemrën, me bom ju hekë këto cipa dhe pastaj pas hekës me gjujt ajat në ta. A një dhimbë shumë. Sa është cipa me atrash, apo aq më i vogël është ndikimi i ajetit. Prandaj vllazni, këta njerëz që kanë përgjigjur ditën e gjykimit, këta njerëz që ka Allahu ka thonë Kitabul Fujjar lafi sijjin, libri i kriminalëve dhe është shkruar për ta se do të jenë në sijjin, në vend të ngushtë, nuk ka ardhur kurrën e kurrës për shkak të ngjyrës së tyre, as për shkak të rrotës së tyre, as për shkak të gjuhës, as për shkak të afërsisë me dikën tjetër, as për shkak të pozicionit gjeografik ku kanë jetuar. Jo, absolutisht. I vetmi shkak është gjunahi i tyre. Prandaj Allahu xhallahu ala vëllazër nuk ka afërsi me kërkon për robët vetë ato. Në kuptimin e afërsisë të hatrit. Jo apo. Afërsia e vetme që robi e bën me Zotin e tij është puna e tij. Dhe largësia e vetme që shtyn robën larg Allahut është gjunahi i tij apo. Kush do kofta ato? Nëse na jemi të pavendishëm për gjunahet tona dhe lejojmë që gjunahet të formojnë cipa rreth zemrës. Ta dim, çdo gjuna joni do të largon zemrën tonë nga përfitimi nga Kurani. Dhe kështu dal ngadal, flitet për xhenemin nuk ta lën shaj, flitet për xhenetin nuk ta lën shaj. Thuhet ki morin gjallë nuk e lën shaj, ki më dal para Allahut nuk e lën shaj kështu më radhë. E pas e dal ngadal duke mos lën shaj, pastaj fillojnë edhe praktikisht gjunat mos më lën shaj. E bën gjunojn nuk ndihet keq. E braktis urdhën nuk ndihet keq kështu më radhë.